Çemare, kush urdhëron këtu? Unë apo ajo? Kinematografia shqiptare ka dhënë disa nga figurat më të paharrueshme të artit skenik, aktorë që kanë lënë gjurmë të thella në historinë kulturore të vendit tonë. Që nga ditët e para të kinostudios, e deri në kohët e sotme, ekrani shqiptar është pasuruar me role të fuqishme, karaktere që kanë bërë publikun të qaj, të qesh dhe të mendoj thellë. Në këtë video do të ndalemi tek 15 aktorët më të mirë të kinematografisë shqiptare, emra që nuk kanë qenë thjesht interpretues, por ikona të artit ton kombëtar. Kjo listë mund të ishte shumë më e gjatë me emra, por sot po përmendim disa nga më të spikaturit. Mos nguroni të na shkruani në komente aktorët tuaj të preferuar. Kadri Roshi. Kadri Roshi njihet si një nga figurat më të mëdha të aktrimit shqiptar. Me një karrierë që shtrihet mbi 4 dekada, ai mbeti i paharruar për publikun me rolet e tij në filma dhe në teatr. Karizma e tij skenike, fuqia e interpretimit dhe aftësia për të sjellë emocione të forta e bën të veçantë. Roshi luajti role të paharrueshme në filma si Lulkuqet mbi mure, Njeriu me top apo Përballimi. Ai mbetet simbol i profesionalizmit dhe i pasionit për artin. Për shumë breza, Roshi është konsideruar si mjeshtri i madh i aktrimit shqiptar. Sandor Prosi. Sandor Prosi është një tjetër ikonë e pavdekshme e kinematografisë shqiptare. Me zërin e tij të veçantë dhe lojën e natyrshme, ai solli figura të thella që mbeten në kujtesën e publikut. Roli i tij në filma si Nëntori i dytë apo General Gramafoni tregojnë gjallërisht fuqinë e tij interpretuese. Prosi ishte një aktor i cili nuk luante, por jetonte personazhin. Ai mbetet një shembull i përkryer i përkushtimit dhe dashurisë ndaj artit skenik, duke e bërë figurën e tij të paharrueshme për ardashësit shqiptar. Ndriçim Xhepa. Ndriçim Xhepa është një ndër aktorët më të njohur dhe të dashur të kinematografisë dhe teatrit shqiptar. Me një karrierë që nisi në vitet 80, ai u bë shpejt i spikatur për interpretimin e roleve të ndjeshme dhe të thella. Xhepa ka luajtur në filma të paharrueshëm si Flutura në kabinën time, Treni niset në 7:05 dhe Unë e dua erën, ku ka sjellë personazhe të gjalla dhe plot emocion. Ai quhet për zërin karakteristik dhe aftësinë për të shprehur ndjeshmëri të rrallë, duke e bërë publikun ta ndjejë pranë çdo rol të tij. Sot mbetet një ikonë e gjallë e artit shqiptar. Reshat Arbana. Reshat Arbana është një tjetër emër i madh i kinematografisë shqiptare, i dashur për publikun me lojën e tij të fuqishme dhe emocionuese. Ai u shqua për interpretimin e roleve të forta dramatike, ku solli gjithmonë intensitet dhe ndjenjë të thellë. Arbana mbetet i paharruar në role si Isa Boletini tek Nëntori i dytë apo Prefekti tek General Gramafoni. Me një karrierë të pasur dhe një stil unik, ai la gjurmë të pashlyeshme në historinë e artit shqiptar. Publiku e kujton si një aktor që dinte të bënte personazhet e tij të jetonin gjatë në kujtesë. Sulejman Pitarka. Sulejman Pitarka është ndër figurat më të nderuara të teatrit dhe filmit shqiptar. Ai spikati me interpretimet e tij të fuqishme, ku veçanërisht rolet dramatike e ngritën në një nivel të lartë. Pitarka kishte një aftësi të rrallë për të shprehur emocionet njerëzore, duke e bërë çdo rol të duket i vërtet dhe prekës. Përveç filmit, më 1951, u përzgjodh për t'ju bashkëngjitur trupës, ende në formim, të Teatrit Popullor në Tiranë, ku u bë menjëherë margaritari i kurorës. Luajti rreth 50 role, duke shkëlqyer njësoj, si në dramë, ashtu edhe në komedi. Karriera e tij mbetet një dëshmi e përkushtimit dhe dashurisë për artin e aktrimit. Mevlan Shanaj. Mevlan Shanaj është një nga aktorët dhe regjisorët më të shuar të kinemas dhe teatrit shqiptar, me një karrierë të pasur që ka lënë gjurmë të forta. Ai ka interpretuar në disa filma të rëndësishëm të viteve 70-80, ku spikati për interpretimin e natyrshëm dhe fuqinë emocionale. Ndër rolet më të njohura janë ai në filmin I Teti në bronz, ku luajti për krah një plejade të art aktorësh, dhe në filmin Ball për Ball. Shanaj nuk u kufizua vetëm në aktrim. Ai ka dhënë kontribut të madh edhe si regjisor dhe pedagog, duke ndikuar breza të tërë aktorësh të rinj. Për veprimtarinë e tij, është nderuar me titullin Artist I Popullit, duke u renditur mes figurave më të respektuara të artit shqiptar. Vangjush Furxhiu. Vangjush Furxhiu njihet si një nga aktorët që solli energji dhe autenticitet në filmat shqiptar. Ai interpretoi role të shumta në kinematografi, duke mbetur I veçantë për stilin e tij natyror. Furxhiu diti të mishëronte personazhe nga jeta e përditshme,
duke i bërë të afërt dhe të prekshëm për publikun. Ai kontribuoi në ngritjen e kinematografisë shqiptare dhe është kujtuar si një aktor që i dha jetë shumë figurave të dashura për artdashësit. Gjatë karrierës së tij artistike interpreton një sër rolesh në skenën e teatrit, si dhe mbi 15 role në kinematografi, ku mund të përmendim rolin e Arifit në filmin I Teti në bronz, Peliçeli tek malet me Blerim Mbuluar, Kiço tek njeriu I mirë. Stavri Shkurti. Stavri Shkurti është një nga aktorët më të njohur të kinemas shqiptare, I cili u bë pjesë e pandashme e ekranit gjatë viteve 70-90. Ai ka spikatur me rolet e tij karakteristike, shpesh duke luajtur figura me autoritet, ushtarak apo personazhe të fortë që mbeten në kujtesën e publikut. Ndër filmat më të njohur ku ka interpretuar janë Mëngjeze lufte, Ilegalët dhe Mysafiri. Me një stil unik dhe interpretim të fuqishëm, ai arriti të mishërojë tipare të thella të karaktereve shqiptare të kohës. Për kontributin e tij, Stavri Shkurti është nderuar me titullin artist I merituar, duke mbetur një figurë e respektuar në historinë e kinematografisë sonë. Bujar Asqeriu. Bujar Asqeriu është një nga aktorët më të spikatur të kinemas dhe teatrit shqiptar, me një karrierë të gjatë dhe të pasur. Ai ka interpretuar role të paharrueshme në disa nga filmat më të njohur të viteve 80, duke përfshirë Një emër midis njerëzve, Njeriu I mirë dhe Liri Avdekje me zërin e tij karakteristik dhe aftësinë për të shprehur emocione të thella. Asqeriu ka mishëruar si heroni pozitiv, ashtu edhe figura të vështira, duke treguar shumëllojshmëri në interpretim. Për kontributin e tij të vyer në artin shqiptar, ai është nderuar me titullin e lartë Artist I popullit. Sot, Bujar Asqeriu mbetet një ikonë e respektuar, e cila vazhdon të frymëzojë brezat e rinj të aktorëve. Rikard Ljarja. Rikard Ljarja ishte një ndër aktorët më të dashur për publikun shqiptar, sidomos në rolet e tij në filmat e viteve 70 dhe 80. Ai solli një stil të veçantë interpretimi, ku natyrshmëria dhe thjeshtësia ishin gjithmonë në plan të parë. Ljarja u bë I paharruar me rolin e tij si Deda tek rrugët të bardha dhe filma si Nga dhënim mbi vdekje dhe Rrugicat që kërkonin diell. Përveç aktrimit, ai dha kontribut edhe si regjisor e skenarist. Rikard Ljarja mbetet një figurë e shquar, që I dha kinematografisë shqiptare disa prej momenteve më të bukura artistike. Bujar Lako. Bujar Lako njihet si një ndër aktorët më të fuqishëm të kinemas shqiptare. Ai u dallua për interpretimet e tij të thella dhe të mbushura me emocion. Roli I tij në filma si General Gramafoni, Ball për ball dhe Udha e shkronjave tregojnë fuqinë e madhe të artit të tij, role që ngelin të paharrueshme për të gjithë. Lako ishte një aktor me personalitet të fortë dhe një karrierë të gjatë, që la gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e publikut. Ai mbetet një figurë e respektuar dhe e dashur për gjithë ata që e kanë ndjekur në skenë e ekran. Mirush Kabashi. Mirush Kabashi është një ndër aktorët më të vlerësuar të artit shqiptar, I njohur për interpretimet e tij të fuqishme dhe emocionuese. Ai ka shkëlqyer si në teatr ashtu edhe në kinematografi, duke lënë një pasuri të madhe artistike. Kabashi është I njohur për fuqinë e fjalës dhe për mënyrën se si arrin të prekë shpirtin e publikut. Shumë monolog të tij janë bërë të pavdekshëm. Çmimet më të rëndësishme që Kabashi ka fituar janë titujt Artist I popullit, Artist I merituar, Mjeshtër I madh I punës dhe Nderi I kombit. Ai ka luajtur në filma si Radiostacioni, Shoqja nga fshati, Telefoni një mëngjesi e ti. Timo Floko. Timo Floko është një nga aktorët dhe regjisorët më të shquar të artit shqiptar, me një karrierë të gjatë në kinematografi, teatr dhe poezi. Padyshim një nga më të preferuarit e publikut, një nga aktorët më karizmatik të kinematografisë shqiptare, ai u bë I njohur për lojën e tij të natyrshme dhe për energjinë që sillte në ekran. Floko ka interpretuar role të paharrueshme në filma të njohur si Lulekuqet mbi mure, Malet me Blerim Mbuluar, Liri Avdekje dhe Vdekja e Kalit. Aftësia e tij për të mishëruar personazhe të ndryshme e bëri shumë të dashur për publikun. Me një karrierë të gjatë në teatr dhe film, Timo Floko mbetet një nga figurat më të respektuara të artit shqiptar. Roland Trebicka. Roland Trebicka mbetet një nga aktorët më të dashur të humorit dhe teatrit shqiptar. I lindur në Korçë, ai nisi karrierën në estradën e ushtrisë, përpara se të bëhej pjesë e teatrit kombëtar në vitin 1971, ku luajti deri në fund të jetës së tij. Roli që e bëri legjend ishte ai I Jovan Bregut në komedinë Pallati 176, një shfaqje që u dha mbi 500 herë dhe u kthye në simbol të komedisë shqiptare. Përveç tij,
Ai interpretoi edhe figura të tjera të mëdha në Don Juan, Inspektori dhe Magjia e Madhe. Në kinematografi ushqua me filma si Tifozët, Ëndër për një karrige dhe Koncert në vitin 1936. Për kontributin e tij, u nderua me titullin artist i merituar, si dhe u shpall qytetar nderi i Korçës. Trebicka mbetet një ikonë e papërsëritshme e humorit shqiptar. Robert Ndrenika. Robert Ndrenika është një nga aktorët më të njohur dhe më të dashur të kinemas dhe teatrit shqiptar, me një karrierë që ka zgjatur mbi 5 dekada. Ai është shuar për gamën e gjerë të roleve, duke interpretuar me mjeshtëri si drama të fuqishme, ashtu edhe komedi të paharrueshme. Ndrenika mbetet i pavdekshëm për publiku me rolet në filma si Koncert në vitin 1936, Përrall nga e kaluara, Nëntori i dytë dhe shumë të tjerë. Në teatr, ai ka qenë një figurë kryesore e skenës kombëtare, duke spikatur për interpretimin e natyrshëm dhe humorin fin. Për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, Robert Ndrenika është nderuar me titullin e lartë Artist i Popullit, duke mbetur një ikonë e padiskutueshme e artit shqiptar. Këta 15 aktorë përfaqësojnë jo vetëm mjeshtërinë e aktrimit, por edhe shpirtin e një kombi që ka ditur të tregojë historinë e vet përmes artit. Secili prej tyre ka dhënë diçka unike, nga drama e fuqishme tek humori i holl dhe interpretimet që mbeten në kujtesë për jetë. Kinematografia shqiptare është ndërtuar mbi punën, talentin dhe pasionin e tyre, duke krijuar trashëgimi që vazhdon të frymëzojë breza të rinj. Cili nga këta është më i preferuari për ju? Cili aktor mendoni se duhet të ishte pjesë e kësaj liste? Na shkruani në komente. Dhe mos harroni të abonoheni për më shumë video si kjo. Mani dhe drini, dridhet beu dhe zëngjini, se pas vdekjes ndriti jeta dhe kudo që mund trumpeta ngreuni dhe bjeruni, korrini dhe shtypini, katundare punëtor, që nga Shkodra, Gjërë Vlorë.